Shpesh shtrojmë pyetjen se si mundet që vendet arabe të lejojnë për 2 vite një gjenocid kaq të tmerrshëm në Gaza. Gjithmonë ka diçka në prapasken, aty pas perdës pafajësisë. Emiratet e Bashkuara Arabe janë aleati më besnik i Izraelit, si në gjenocidin në Gaza, ashtu edhe tani në këtë gjenocid që po zhvillohet në Sudan. Emiratet, në bashkëpunim me Izraelin, ndezin konflikte civile, përfitojnë nga burimet e plaçkitura dhe shfrytëzojnë mercenarët për të kontrolluar rajonin. Nga nafta e Libis te ari i Sudanit, përfitimet strategjike dhe materiale janë pjesë e një politike të qëllimshme destabilizimi, që nga pranvera arabe, Emiratet kanë financuar grusht shtete, kanë armatosur milici dhe kanë ndezur luftra përfaqësuese për të ruajtur rendin autoritar. Në Sudan, mbështetja e tyre ndaj milicisë RSF është një pasqyrë e qartë e rolit të tyre në gjenocid, duke shtrirë politikën e destabilizimit nga Gaza në gjithë lindjen e mesme.